E kuptoj plotësisht që kjo kërkon vendime të vështira, por që duhet të shohim atë pamjen më të gjatë. Trupat tanë të KFOR-it punojnë pa pushim për të siguruar një ambient me rende, me siguri për gjithë popullin, gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë në përputhje me mandatin e UKB-s për KFOR-it. Përveç kësaj, ekipet e ndërlidhjes së KFOR-it vazhdojnë të mbështesin institucionet tjera të sigurisë me zhvillim kapacitetesh, edukim e trajnim me kështu më radhë. Një rajon më i sigurt i Ballkanit Perëndimor nën kupton më shumë siguri për gjithë zonën e NATO-s. Duhet ta kemi të qartë se çka kemi para nesh. Dekadat të zgjatura të ndërtimit të paqes nuk mund të lihet anësh. Jemi plotësisht të gati për të përgjigjur çfarë do lloj zhvillimi të sigurisë. Dhe në këtë kuptim shpresojmë të shohim një bashkëpunim edhe më të thellë midis institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it në këtë drejtim. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. NATO-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vet në mandatin e vet për sigurinë e të gjithëve. Këtë e bëjmë në bashkëvendim të afërt me policinë e Kosovës, si dhe misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX, dhe rolet tona përkatëse si reaguese ndaj çështjeve të sigurisë. Ku e themi këtë, stabiliteti në rajon varet nga gjitha palët që të zgjedhin pra diplomacinë para dhunës. Zgjidhja për një paqe afatgjatë është politike. Në këtë drejtim, NATO-ja do të vazhdojë të mbështesë plotësisht normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Kjo është vetëm një mënyrë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura dhe për siguruar të ardhmet stabile, duke siguruar të drejtat e gjitha komuniteteve të respektohen dhe të mbrohen. Dhe për ta shtyrë përpara këtë dialog, të dyja palët duhet të shfaqin fleksibilitet, të bëjnë kompromiset të duhura dhe të fokusojnë në dobit afatgjatë. E kuptoj plotësisht që kjo kërkon vendime të vështira, por që duhet të shohim atë pamjen më të gjerë. Normalizimi, si e stabilitet më të madh, më shumë mundësi investimi dhe pastaj sigurinë më afatgjatë për gjithë rajonin. Prap në dobi të gjithëve. Dhe ky është mesazhi që unë do të vazhdoj ta theksoj para gjitha palëve që i takoj në rajon.